Ndonë se Zoti i Madhreshëm ju ka dhonë Ben Israilve 2000 vjet profet. 2000 vjet rand profet. Për shkaqe të ditura, po edhe për çështje gjeografike, kulturore dhe gjuhës edhe ndryshme. Hebrejt kanë menu ndryshe, e kanë kthy privilegjin fetar në privilegj racor. Farë tendence me nacionalizu Zotin. Nuk kish me kon Zoti i drejt nëse kish bo dallim njerëzve në bazë gjakut. Sa ai nuk ka Zoti i drejt. Ajo që të bën ty të dallushëm pej tjetrit, është kultura, është puna, është korrektësia, është zhvillimi yt, është shteti yt, janë të arritur në atë tua. Zoti nuk bën dallime në gjak. Zoti bën dallime në korrektësi. Ti je më i mirë se kë, nëse ti s'ja pushton vendin e huaj. Smyt fëmijë, smyt gra, se bën këto, stradhton, smashtron. Po ti je më i mirë se kë për shkak të formimit tan, sjelljes tone, korrektsisë tone. Jo për shkak të gjakut. Edhe sa herë bota ka punu mbi bazën e racës ka bën masakra. A dini ju që sërbët problemin me neve kanë racor? Racë, veç psena, ata na kanë myt neve veç psena shqiptar. Që kjo është qasje raciste. Me bo Zotin nacional. A dini ta tonë kur përthojnë Zoti është shqiptar, Zoti ful shqip, qa kjo be. Keni kujdes. Gjuhët nuk i ka shpik Zoti. Gjuhët i kanë shpik njerëzit. Zoti i ka dhënë njeriu të aftësi me fol, tani gjuhën e shpika i vet. Ka gjuhë Zotit. Zoti e ka kriju njeriu edhe i ka dhënë mundësi të gjuhës. Tani njeriu i ka shpik gjuhët. Po asnjë gjuhë është e Zotit. Secila gjuhë është gjuhë e popullit vet. Domethënë është absurde me besu në gjë gjona.